Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Në Pallatin e Kongreseve u zhvillua paraditjen e së mërkurës omazhet zyrtare për gjyqtarin e ndjer Astrid Kalaja. Ceremonia u ndoi që nga familjar, koleg, politikan dhe qytetar, ndërsa trupi i tij u nis më pas drejt Shkodrës për t'u varrosur në vendlindje. Paraditjen e së mërkurës, Pallati i Kongreseve në Tiranë u mbush me një atmosferë respekti dhe dhimbjeje, ku qytetar, koleg dhe personalitetet e larta të politikës dhe drejtësisë morën pjesë në omazhet zyrtare për gjyqtarin Astrid Kalaja, i cili humbi jetën në mënyrë tragjike në sallën e gjykatës. Mes pjesëmarrëve ishte kryeministri Edi Rama, ministri i drejtësisë Besford Llamadhari, prokurori i përgjithshëm Olsian Çela, kreu i Spakut Altin Dumani, përfaqësues të gjykatave të nivelit të lartë, kolegë dhe miq të gjyqtarit. Familjarët e të afër me lot në sy e përcollën arkmortin me nder dhe respekt, ndërsa atmosfera ishte e qetë dhe solemne, e mbushur me dhimbje për humbjen e një juristi të përkushtuar dhe të njohur për integritetin e tij. Trupi i Astrid Kalas u nis rreth mesditës drejt Shkodrës, vendlindjes së tij ku do të varroset, duke i dhënë lamtumirën e fundit në praninë e familjarëve dhe qytetarëve. Gjyqtari Kalaja u vra ditën e hënë, ndërsa po jepte një vendim për një çështje pronësie në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm në Tiranë. Autori i ngjarjes është Elvis Shkambi, 30 vjeç, i cili gjithashtu plagosi Rakip dhe Elvis Kurtajn, palët kundërshtare në çështjen gjyqësore. Policia ka ndërmarrë masa të menjëhershme duke arrestuar autorin dhe dy zëdëtarët e tij, John dhe Gjovalin Shkambi, ku i pari akuzohet për bashkëpunim në vrasje, ndërsa i dyti për kanosje ndaj gjyqtarëve. Në pranga ka përfunduar gjithashtu dhe roja i sigurisë në gjykatë Banush Koxhaj, i cili dyshohet se lejoi futjen e Shkambit me armë brenda godinës pa kryer kontrollet e duhura të sigurisë. Ngjarja ka shkaktuar tronditje në sistemin e drejtësisë dhe ka nxitur debate mbi sigurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve në vend. Zyrtarët e lartë të drejtësisë, përfshirë prokurorin e përgjithshëm Olsian Çela dhe kreun e Spakut Altin Dumani, kanë bërë thirrje për rritjen e masave të sigurisë në gjykata dhe për marrjen e përgjegjësive ligjore ndaj të gjithë atyre që cënojnë sigurinë e institucioneve. Familjarët dhe kolegët e gjyqtarit Kalaja kanë kërkuar që ai të nderohet për kontributin e tij dhe për kushtimin ndaj drejtësisë, duke propozuar dhe shpadhin e tij dëshmoria dheut, një nderim që do të rikujtojë angazhimin e tij në shërbim të ligjit dhe shtetit. Vrasja e gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja në sallën e gjykatës ka ngritur shqetësime për sigurinë e institucionet e drejtësisë. Prokuroria e Tiranës ka nisur procedimin penal dhe po heton autorin Xhaxhain e tij dhe rojen e gjykatës. Prokuroria e Tiranës ka hapur procedim penal lidhur me ngjarjen e rëndë ndodhur 2 ditë më parë në sallën e gjykatës së apelit ku gjyqtari Astrid Kalaja u vra ndërsa po jepte një vendim për një çështje pronësie. Autori i dyshuar Elvis Shkambi, i cili ishte një prej palëve në procesin që po gjykohej nga Kalaja, po hetohet në 3 akuza kryesore: vrasje e funksionarëve publik, vrasje në rrethana të tjera cilësuese dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Po ashtu Xhaxhai i autorit John Shkambi, i cili ndodhet gjithashtu në sallën e gjykatës, dyshohet që ka pasur dieni për praninë e armës nga nipi i tij dhe planet për të vrarë gjyqtarin në rast se vendimi do t'u dilte kundër. Në hetimet e saj, prokuroria përshkruan edhe rojen e sigurisë së gjykatës së apelit Banush Koxhaj, i cili po hetohet për shpërdorim detyre, pasi nuk ka kryer kontrollin fizik të domosdoshëm në momentin që Elvis Shkambi hyri në gjykatë i armatosur. Ngjarja ka ngjatur reagime të shumta në politikë dhe drejtësi, duke rihapur debatin për masat e sigurisë në institucionet gjyqësore dhe përgjegjësitë e personelit të sigurisë. Autori do të dalë para gjykatës për të komunikuar masat e sigurisë dhe hetimet për ngjarjen vijojnë intensivisht. 2 telefonat e celularëve të Elvis dhe John Shkambit, të cilët janë vënë akuz për vrasjen e gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja, do dërgohen për ekspertizë. Autoritetet shpresojnë që zbërthimi i tyre të japë informacione të reja mbi planifikimin dhe rrethanat e krimit. Prokuroria e Tiranës po vazhdon hetimet intensive për ekzekutimin e gjyqtarit Kalaja, i cili ndodhi në sallën e gjykatës në 7 tetor. Një hap kyç për hetimet pritet të jetë ekspertiza e 2 celularëve të Elvis Shkambit, autori dyshuar i vrasjes, dhe Xhaxhait të tij, John Shkambit. Grupi hetimor shpreson se analizimi i këtyre aparateve mund të zbulojë më shumë rreth motivit të vrasjes, përgatitjes paraprake dhe nëse ky ngjarje ishte pjesë një plani të mirëmenduar. Hapja e telefonave nuk përjashton mundësinë që të dalin të dhëna për persona të tjerë të përfshirë ose që mund
mund ta kenë nxitur 30 vjeçarin të kryeekzekutim. Në procesin hetimor, policia dhe prokuroria po verifikojnë gjithashtu deklaratat e Elvis Shkëmbit, i cili pretendoi se armën e mbante gjithashtu me vete, përfshirë edhe kur hynte në institucione dhe gjykata. Ky pretendim sipas grupit hetimor ishte përdorur nga Shkambi si alibi për të krijuar bindjen se vrasja nuk ishte paramenduar. Megjithatë, burimet jo zyrtare nga hetimet tregojnë se ka prova që ngjarja ka qenë planifikuar nga vetë 30 vjeçari dhe ndoshta me përfshirjen e zëxhait të tij John Shkambit, i cili deri tani nuk ka pranuar të bashkëpunojë me hetuesit. Përveç dy të dyshuarve, në hetime është përfshirë dhe roja i sigurisë së gjykatës apelit Banush Koxhaj, i cili nuk ishte ndërmarrë asnjë mas sigurie, pavarësisht se pajisja skaner kishte detektuar praninë e sendeve të ndaluara në sallë. Të tre të përfshirët pritet të dalin të njëjtën para gjykatës për të komunikuar masat e sigurisë, ndërkohë që hetimet vazhdojnë për të zbardhur të gjitha rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësitë e secilit aktor të përfshirë. Në mbledhjen e fundit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Sali Berisha akuzoi kryeministrin e vendit Edi Rama për përgjegjësinë mbi mungesën e sigurisë në gjykata, duke u shprehur se politika e qeverisë ka dëmtuar rënd sistemin e drejtësisë dhe ka lënë shumicën e gjykatësve dhe prokurorive pa drejtues të emëruar. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Sali Berisha e lidhi vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja 2 ditë më parë direkt me vendimin e qeverisë për sigurinë e gjykatave. Me një vendim të datës 8/7/2020, Edi Rama ka anulluar vendimin e mëparshëm të qeverisë të datës 28/4/2010, i cili ngarkonte policinë e shtetit përgjegjëse për mbrojtjen dhe sigurinë e gjykatave. Sali Berisha ripërsëriti se propaganda Rama Soros shkatroi sistemin e drejtësisë duke lënë 80% të prokurorive e gjykatave pa kryetar. Në administratë, patronazhist, do të jenë patronazhist. Ligji thot pra magjistratët para se të hyjnë në shkollë magjistraturë do të jenë patronazhist. Ai theksoi se një reformë e drejtësisë është e domosdoshme, por se nuk duhet pranoj asnjë ndryshim të diktuar nga figura si Xhafaj dhe Rakipi. Kjo është e vërteta. Tani kërkojnë të bëjnë ndryshime ato që duan vetë, asnjë ndryshim. Berisha nuk ndaloi vetëm te drejtësia, por paralajmëroi edhe për reformën zgjedhore dhe ato territoriale, duke bërë të qartë se nuk do të ketë negociata pa Kongresin e Autoriteteve Territoriale dhe pa praninë e Odirit. Asnjë komision pa Kongresin e Autoriteteve Rajonale dhe Lokale për reformën territoriale dhe pa Komisionin e Venecias, pa Odirin, pa Odirin dhe ata se ata kanë nuk marrin pjesë. Ai u drejtua dhe kryetarit kuvendit duke kërkuar që të pranojë mocionet e opozitës, përfshi edhe atë për shkarkimin e presidentit Bajram Begaj, duke i dërguar një paralajmërim të prerë. Këto akte antikushtetuese, antiligjore këtij pushteti. Dhe duhet t'i them dhe atij Peleshit, mos e shty më mocionin ndaj teje, se do ta kesh një lloj siç pati Erioni, tani i them Peleshit. Po më keq biles, sa ai nuk rrinte, ai ambath dhe nuk rrinte në bashki kur rrethohej. Kurse ti s'ke ku shkon, ti do jesh aty, do të kërkojmë llogari gjermëni. Pra bëhe mocionin, nxirr mësime, se ti votat i ke, ne vocionin e kemi për të mbrojtur ligjin dhe kushtetutën, s'kemi votat për të larguar sigurisht, por nxirr mësime, për ndryshe ti do kesh çdo ditë një mocion, çdo javë një mocion, gjersa të zbatosh rregulloren e parlamentit dhe kushtetutën. Gjersa të zbatosh vendimet e gjykatës kushtetuese, gjersa të dorëzosh Olta Xhashkën në gjykatë kushtetuese. Ajo është krim në vazhdim. Olta Xhashka është krim në vazhdim në parlament. Por këta s'kan pushtetut. Edhe mocioni ndaj atij vasalit të Rams, edhe ai impeachment. Edhe ai duhet ta bëjmë. Ajo është një figurë kukull, ajo bëhet vetëm për postin e presidentit, se është një kukull, se për një kukull s'ja vetë marrish asnjë lloj veprimi, por ne marrim respekt të institucionit të presidentit, që duhet të jetë institucion, që të mbrojë kushtetutën, që të kryejë funksionet. Në fund, Berisha kritikoi kandidatët socialistë për zgjedhjet e pjesëshme lokale të nëntorit duke theksuar se emrat e opozitës janë figura të pavarura me reputacion të shkëlqyer dhe se PD-ja do të qëndrojë e unifikuar dhe e gatshme për të sfiduar mazhorancën në terren. Në vizitën e tij dyditore në Shqipëri, kryebashkiaku në largim i New Yorkut, Eric Adams, zhvilloi një takim me kryeministrin e vendit Edi Rama, ku diskutuan mbi turizmin, teknologjinë dhe mundësinë e krijimit të një linje direkte fluturimesh Tiranë-New York.
Eric Adams, që ndodhet për vizitë në vendin tonë në fund të mandatit të tij si kryebashkiak i New Yorkut, u prit para ditën e sotme nga kryeministri Edi Rama në kryeministri. Takimi u zhvillua në një atmosferë miqësore, ku të dy udhëheqësit nënvizuan marrëdhëniet e hershme dhe bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe komunitetit shqiptar në New York. Një mik që kam pasur privilegjin ta njoh fal lidhjeve të tij shumë të forta me komunitetin shqiptar në New York, dhe pas një premtimi përsëritur disa herë, kryetari i Bashkisë së New Yorkut, zoti Adams, më në fund erdhi në Shqipëri për të vizituar Shqipërinë. Faleminderit shumë, kryeministër, për mirësinë tuaj dhe që më lejuat të shfaq këtu, atë që kam shfaqur dhe në New York, më të mirën e flamurit shqiptar. Arsyeja është e thjeshtë, për të përshëndetur një mik, për të mësuar nga një mik dhe për të ndërtuar një marrëdhënie që nuk do të na lejojë ndasi. Një nga temat kryesore të diskutimit ishte krijimi i linjës direkte fluturimesh Tiranë-New York. Adams u shpreh i angazhuar që edhe pas përfundimit të mandatit të tij do të punojë për realizimin e saj, ndërsa Rama konfirmoi se ideja ishte pjesë e diskutimeve të tyre. Erdha këtu të flas për turizmin edhe për të parë se si mund të ndihmojmë e të shfrytëzojmë jo vetëm muajt që kanë mbetur në detyrë, por edhe muajt pas detyrës për të siguruar një linjë të fluturimeve të drejtpërdrejta nga New Yorku në Shqipëri. Rama në deklaratën e tij të shkurtër me humor tha se një nga arsyet që e sillte kryebashkiakun newyorkez në Tiranë ishte interesi për të takuar me ministren virtuale. Për të parë mundësinë e një nxitje ekstra në përpjekjen që ne po bëjmë për të vendosur fluturimin direkt me New Yorkun. Adams, që u përpoq të sqarojë me detaje qëllimin e vizitës së në Shqipëri, ndoshta edhe për shkak të debatit mediatik që ka ngjallur vizita e tij drejt Tiranës, u pyet nëse shpenzimet e udhëtimit të tij u paguan nga qeveria shqiptare, siç shkruajnë disa media amerikane, por përgjigjen mohuese dha kryeministri Rama në ikje. Duke qenë ai shumë interesuar për teknologjinë, ka shumë dëshirë që të takohet edhe me diellën. Dialogu për ndryshimet në kodin zgjedhor dhe hartën administrative territoriale mes mazhorancës dhe opozitës mbeten pezull. Partia Demokratike vendos praninë e përfaqësuesve të Odirit dhe të Komisionit të Venecias, sikush për pjesëmarrje në Komisionin e Posaçëm parlamentar. Në kuadër të reformave të pritshme për kodin zgjedhor dhe hartën administrative territoriale, Konferenca e Kryetarëve e Kuvendit vendosi të shtyjë për javën e ardhshme shqyrtimin e kërkesave të Partisë Socialiste për ngritjen e dy komisioneve të posaçme. Komisioni për reformën zgjedhore do të ketë në përbërje 17 antar, ku 9 përfaqësojnë Partinë Socialiste dhe 8 grupet parlamentare të tjera. Punimet e tij do drejtohen nga 2 bashkëkryetar, Damian Gjiknuri për Partinë Socialiste dhe një përfaqësues nga Partia Demokratike. Ky komision ka për qëllim depolitizimin e administratës zgjedhore, rregullimin e financimit të partive politike dhe përmirësimin e procesit të numërimit të votave, përfshirë rikthimin e praktikës së vitit 2005 për numërimin direkt në qendrat e votimit, pa pasur nevojë për grumbullimin e të dhënave në KZAZ. Ndërkohë, Komisioni për Reformën Administrative Territoriale do të ketë pashtu 17 antar dhe do të drejtohet nga Arbian Mazniku për Partinë Socialiste dhe një përfaqësues i Partisë Demokratike. Ky trup parlamentar do të analizojë ndryshimet e mundshme me ndarjen territoriale, duke përfshirë financat vendore dhe aksesin e qytetarëve në shërbimet publike. Një propozim i hershëm i mazhorancës ka parashikuar reduktimin e numrit të bashkive, heqjen e qarqeve dhe ndarjen e vendimit në rajonet e reja. Partia Demokratike ka vendosur si kusht për pjesëmarrje në komisione praninë e ekspertëve të Odirit dhe Komisionit Venecias për të garantuar transparencën dhe respekt të standardeve ndërkombëtare në procesin e reformave. Shtyrja e konferencës së kryetarëve u vendos për të lejuar diskutimet më teshme ndërmjet mazhorancës dhe opozitës për të siguruar një dialog gjithëpërfshirës në të dyja fushat e reformës. 4 prokurorë të strukturës së posaçme kanë zyrtarizuar kandidaturën për postin e kreut të SPAK-ut pas përfundimit të mandatit të Altin Dumanit. Në garë për herë të parë është përfshirë dhe një grua, prokuroria Doloreza Musabedhiu. Këshilli i lartë i prokurorisë do të zhvillojë votimin e hapur për drejtuesin e ri të prokurorisë së posaçme. Gara për drejtuesin e SPAK-ut është zyrtarisht e hapur. Deri tani, 4 prokurorë kanë dorëzuar aplikimet për Këshillin e Lartë të Prokurorisë për postin e kreut të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Në listën e kandidatëve bëjnë pjesë
Elvin Goxhaj, Adnan Xholi, Doloriza Musabedhiu dhe Klodian Braho. I pari që ka dorëzuar zyrtarisht kandidaturën ka qenë Elvin Goxhaj, ndërsa këtë të mërkur kërkesat kanë depozituar dhe Xholi, Musabedhiu dhe Braho. Afati për aplikimin përfundon sot, ndërsa procesi i pranimit të dokumenteve është hapur në muajin shtator, 3 muaj përpara përfundimit të mandatit të kryeprokurorit aktual Altin Tumani. Risia e këtij procesi është përfshirja për herë të parë një gruaje në garë për drejtimin e SPAK-ut, prokurores Doloriza Musabedhiu, e cila kandidon për postin e kryeprokurores së strukturës së posaçme. Altin Tumani u zgjoll në krye të SPAK-ut me 18 dhjetor 2022, duke qenë prokurori i dytë që drejton këtë institucion që prej krijimit të tij pas Arben Krajës. Mandati i kreut të SPAK-ut është 3 vjeçar dhe pa të drejtë rikandidimi. Zgjedhja e drejtuesit të ri do të kryhet përmes një votimi të hapur dhe nominal në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Kandidati merr më shumë vota, shpall fitues, ndërsa në rast barazimi votash, Këshilli zhvillon në një votim të dytë mes kandidatëve me rezultat të njëjtë. Këshilli pritet të publikojë në ditët në vijim kalendarin e seancave dëgjimore dhe datat zyrtare të votimit për drejtuesit e ri të prokurorisë së posaçme. Konferenca e kryetarëve në kryesinë e Kuvendit është zhvilluar me debate të forta mes opozitës dhe mazhorancës. Demokratët akuzuan kryeparlamentarin Niko Peleshi për shkeljen të kushtetutës dhe rregullores, ndërsa kërkuan përfshirje në rendin e ditës të interpelancës urgjente me kryeministrin e vendit Edi Rama. Mazhoranca nga ana tjetër propozoi 1 minutë heshtje në nderim të gjyqtarit të vrarë Astrid Kalaja. Në kryesinë e Kuvendit, konferenca e kryetarëve është zhvilluar mes tensioneve të forta politike. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazvend Bardhi akuzoi kryeparlamentarin Niko Peleshi për mos respektim të kushtetutës dhe rregullores së Kuvendit, pasi nuk përfshiu në rendin e ditës interpelancën urgjente të kërkuar me kryeministrin Edi Rama. Keni sjellë rendin e ditës, por mungojnë 2 çështje që i keni detyrim. E para, interpelanca urgjente me kryeministrin. Kjo duhet të ishte pika e parë e rendit të ditës dhe duke mos u përfshirë, ju keni shkelur në mënyrë flagrante kushtetutën dhe rregulloren e Kuvendit. E dyta, është e vërtetë që nuk kemi gjetur konsensus për 2 mocionet në konferencën e kryetarëve. Megjithatë, rregulloria ju detyron që kërkesat për mocion të vinë në Kuvend dhe të hidhen në votim. Sipas tij, edhe pse Peleshi ka marrë besimin për të qenë kryetar Kuvendi, për 1 muaj po vepron në kundërshtim me kushtetutën. Në vijim të mbledhjes, kreu i grupit të Partisë së Lirisë Tedi Blushi kërkojnë që të njëjtën të zhvillojë debat parlamentar për situatën e sigurisë në vend. Akti terrorist i ekzekutimit të gjyqtarit Astrid Kalaja është alarm kombëtar. Kuvendi duhet të diskutojë për këtë ngjarje të rëndë. Ndërkohë, kreu i grupit të Partisë Socialiste Taulant Balla propozoi që në seancën e së njëjtës të mbahet 1 minutë heshtje në nderim të gjyqtarit Kalaja që u vra në krye të detyrës, ndërsa demokratët kërkuan që të nisin procedurat për shpalljen e tij dëshmori atë dheut. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Imer Krashin, i njohur edhe me emrin Uka, i cili shkaktoi panik dhe dëme materiale në zonën e liçenit të thatë, teksa tentoi të shpëtonte ndalimet të policisë. Para tokave të zeza, i riu shfaqi pengesë dhe kërkoi falje, duke thënë se ishte në gjendje të rënduar emocionale. Në seancën për caktimin e masës së sigurisë, 31 vjeçari Imer Krashi, alias Uka, u përball me akuza për armbajtjen pa leje dhe rezistencën ndaj punonjësve të policisë. Para trupit gjykues, ai deklaroi se ishte në gjendje të rënduar psikologjike, pasi nëna e tij vuan nga një sëmundje e rëndë, ndërsa i ati kishte ndruar jetë pak kohë më parë, çka kishte ndikuar emocionalisht. Jam penduar për ngjarjen, kam qenë në gjendje paniku dhe ankthi, marr mjekime për depresion dhe marr përsipër të dëmshpërblej dëmet materiale, tha Krashi në sallën e gjyqit. Ngjarja ndodhi disa ditë më parë në zonën e liçenit të thatë, ku i riu tentoi të shmangej ndalimit të policisë. Gjatë arratisjes ai përplasi 9 automjete dhe një motor, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Nga përplasja mbetën të plagosur 2 persona, mes tyre një efektiv policie jashtë orarit të punës dhe bashkëshortja e tij. Sipas hetimeve, Krashi rezulton person me precedent penal, ndërsa në momentin e ndalimit mbante një armë zjarri pa leje në automjet. Sapo efektivët e pyetën nëse kishte arma apo sende të tjera të palishme dhe urdhëruan të zbresë për kontroll fizik, ai u largua me shpejtësi, por u arrestua pas një ndjekje intensive në terren. Pas shqyrtimit të provave dhe dëshmive, gjykata e Tiranës vendosi masën e sigurisë arrest me burg, ndërsa hetimet vijojnë për të përcaktuar nëse arma e gjetur në makinën e tij është përdorur për ngjarje të tjera kriminale. Të nderuar televizionistë, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 9 tetor pritet të jetë me mod kryesisht të paqëndrueshëm me alternime, re dhe mundësi reshjesh lokale veçanërisht në zonat malore dhe lindore. Në ultësirë pritet të ketë më shumë periudha me kthjellim.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale mund të arrijë deri në 19 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 5 deri në 6 orë diell me intervale me re. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 4 deri në 6 metër për sekond, ndërsa në bregdet mund të ketë përforcime deri në 7 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 9 tetor 2025 pritet të jetë mesatar deri në 3 deri në 4. Sipas llogaritjeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 9 tetor mund të jetë rreth orës 06:39, ndërsa perëndimi rreth orës 18:17. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 14 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 19 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 19 gradë Celsius. Korç, 5 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 16 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 18 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 9 tetor 2025 pritet të jetë me mod kryesisht me vranësira dhe rreshje lokale, shiu veçanërisht në zonat malore. Pas dite mund të ketë kthjellime të përkohshme. Temperatura minimale pritet të jetë rreth -1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale mund të arrijë 4 gradë Celsius ose pak më shumë në qytetet kryesore. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 9 tetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Lindja e diellit në Prishtinë më 9 tetor mund të jetë rreth orës 06:34, ndërsa perëndimi rreth orës 18:11. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, -1 deri në 3 gradë Celsius. Podujev, -1 deri në 3 gradë Celsius. Skënderaj, -1 deri në 3 gradë Celsius. Pej, 0 deri në 4 gradë Celsius. Prishtinë, -1 deri në 4 gradë Celsius. Gjakov, 0 deri në 4 gradë Celsius. Malishev, -1 deri në 3 gradë Celsius. Gjilan, -1 deri në 3 gradë Celsius. Ferizaj, -1 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik, -1 deri në 3 gradë Celsius. Suhare, 0 deri në 4 gradë Celsius. Prizren, 0 deri në 4 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion. Bashkë më takofshim në edicionin e ardhshëm.